Çfarë do të thotë sot të jesh avokat në Shqipëri? Avokatia sot është një profesion që është realisht i vështirë në kushtet, sidomos pas reformës drejtësisë. Pra, flasim pas reformës sepse reforma ka dhënë efektet e veta të para, edhe pse ka pothuajse 10 vite në ndryshimet kushtetuese që nisën dhe iniciuan dhe reformën drejtësi, por efektet e deri tanishme janë efekte që kanë sjellë një trysni të madhe, sidomos flasin për avokatët. Pra, kushdo që sot ka një çështje gjyqësore, sidomos civile dhe administrative, e kupton që për të marrë një vendim formës prerë, pra një vendim gjykatës apele, duhet të jetë deri 15 ditë në përsi të çështjes. Dhe e gjithë trysnia në këtë lloj situate është mbi avokatët, sepse palët gjithmonë kanë aksesin te avokati, e kanë pamundur që të kërkojnë llogarinë institucione të tjera sepse një proces gjyqësor sjell kaq shumë. Dhe e vetmja hall për ta mbetet avokati. Dhe një pjesë të madhe të energjive ne sot e shpenzojmë për t'i sqaruar klientëve që pse gjyqi merr kaq shumë kohë. Pra pse nga seanca në seancë nuk kalojnë më shumë si 6 muaj në një proces civil apo një proces administrativ.